Përshëndetje miq të dashur, sot do të intervistojmë një person i cili do të tregoj për traditat e asaj kohe, po ashtu edhe për vështirësitë që kaloi. Ai në atë kohë humbi edhe djalin e tij të ndjerë. Po ashtu unë këtu pranë e kam ku do ta intervistojmë dhe do ta pyesim për më gjerësisht. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jonë. A mundesh pak më na fol për kohët e mëhershme, sa të vështira kanë qenë ato kohë? Mirëdita, ju përshëndes gjithëve. Edhe na ti të përshëndesem. Pikës pari, na jem fshatet Banjic, komuna Drenasit. Në atë kohë, shumë vështërsi këna pas për okupatorit dijet Serb. Na këna nejtën këgja një kohë në Banjic, na dof më dalë derin Drenas, qka të tre thirët atë këna nejtë 3 muaj dit, desa u kry lufta. Derisa u kry lufta. Po. E pastaj, kur u kry lufta, çka ndodhi kur u kthyt këto, a ke ky vend krejt i boshatisën, shtëpia, qysh i gjetet? Po, na të gjitha të fshate jena dalë dikush në Drenas, dikush ka mujtën. Veç me ik. Veç me ik sa më shpejt. Po. Na jena shku që atë në qika të tre atës, na kena nejtë 3 muaj dit deri sa u kry lufta. Po, 3 muaj. Po. E une, para se me fol ti për luft, unë po du me të pyet pak para se me ndodh lufta, çfarë jetë e ki pas? A e ki pas jetën e vështirë si kur gjithë në atë kohë që kanë qenë? Po, na gjithë na konë ju të varfën, Po. familje varfën jena konë gjithmonë, babgjyshi në luftën e Shabapalluzhës më ka vranë, fshatin më Kërmal, vllavit tina në Vështre, Sadria, e qështë tash djalin këtë luftën, të Fetah Qina. Po, dhe me thonë edhe djali të vrarë Po, në luftë. po. Me 17 të katet të 1999. 99. Po. Kur e mora vesh lajmin, çu ndive ti? Normalisht është e pa përshkrueshme edhe pse nuk Na, unë me gjithë shoqen, jemi edhe nona, jemi konën, jena dalë për të kaj atë në shpi, të shpia që atë ku baneshëm që ka të tre. I kena një krismas, qëfar krismas, nona për më thë të ale, tha vallaj që të krismas, tha s'janë të mirë, tha, dikush tha vroa nenej. Do me thonë, nana e ndjem pak kur ndodh diçka për fëmin e vetë. Qashtë. E pastaj qa ndodhi? Tanë mos anene i kanë ndodhë erë, ushtari u që kësë, Fatmir Kiqina, erë atë edhe në tregoj. Tha, alim mërë, tha shfalë mërë Fatmir, tha, a do më bo bërë furt, tha shpu mërë qysh jo. Tha, djali të ka vro, tha shajli kuft. Tha, do të me dha të kosh jetën për këtë Kosovën e lirë, se të që këzojna. A jem të e gëzu sot Kosovën? Po, Tash, po, valla. do me thonë, qa po menon ti, si pas ti, a jem të e gëzu sa duhet, a jem të... A, valla, ju. Nëse e krahasojmë me ma here. Jo, valla, sjena. Se sjena kërka haskëneja sa nej që tash. Qashtë. Dhe me thonë, në atë koha ta mërmenja që respekti ka qenë ma i madhe dhe dashnia ka qenë ma e madhe. Valla, ma madhe ka qenë dashnia të herës e sot. Edhe pse keni qenë bashkallak. Qashtë. A unë është me më të regu pak sa antari një konë familje, në atë Në kohë. po 13. 13 antar. Po, 13 antarë. Edhe Allahile a janë anku këto nona tona. Allahile ju nuk s'kena pas për shka. Dikur s'dishëm që më bon me që të bajramin, herë dishëm kënej, herë anenaj, ka mëjshëm në dë, mas më rami se dhëm shkajshëm atë. E qështë e fitojshit që thojnë kafshatën e bukes në atë kohë, qysh është fitu, qysh ja keni dalë, se për një me u konë kohë e vështirë. Qashtë. Unë për vete me gjithë që të bajramin në konë të Banjic, shkajshëm rrethit, e shkajshëm deri në shpi, kena pas millate. Po. E më këmë morë 25 kila mill i këmë qitë në kra, 25 kila? po 25 kila mill në kra, kë për mas meje, e drejtin ashtu në qika të vëtërej, atë ja u këna që familjes. Që ashtu ja 4-5 dit motën e rëke fenzive edhe Banjicën mo,
s'kena guxu as me levrit. Ma të nga 2-3 mujë dhe të herë me kaj supë, herë dishka, dikur, qashtë, dikur, unë ngellëm s'keshëm kur gjanë, dë grunë e morëm një farshitur, i shko që atë tonë e nesëm në morëm në dë, i këballë jënë, shkoj nona me një qikë, mi bluë në linja të, e rëkën shkitë dhe ja gjujnë. Edhe ata s'kena mujtë me hongër asë këgjanë. Se, ja se e gjojtë në nejna, ja kur se kishë në pasarrej, pështuna të betujt. E sa i përket shkollimet në atë ko, a ki mujtë me u shkollu, a të karo heq me kryna? Jo, alla mu jo. Jo heq? Jo. Aja i kini pas? 4 vjetë kom pasën në shkollë ma shumë heq. A ki pas qëtë me vazhdu shkollimin? Po, s'kom pas mundësi. Jo. Kur të fështira. E tash fëmija tu? Fëmija me tash ma mirë janë. Tash, a kanë mëri njoni për me u shkollu, ose a kanë mëri Jo, aty loj, për me Bajrami. Shkollën e mesme, ka edhe i dyte ka që ashtë shkollën e mesme. A je i pajtimit edhe ti me këtë fjallën që thojnë, edhe pse po krynë shkolla, se apet sens po banë? Po e valloj, mas luftën që shtë se kom kujtu, këna pas... Para lufte keni kry shkollë, po e një punësu? Së kom ajo këgja, a mas lufte që tashu në kom hanë se, mas e të kryhet lufta ke me hangër që shtë ishin plesht me lukë dëkatët për si shkon aja. Kush ka pas në gjafë shumë hi, valloj, ku ka dash, kush s'ka pas, këgja. Na s'kena nga wasa në jasë, ne jena me të qështë. Atë met marak që Ja, valloj, e si tru, ja, së mjetë marak që s'kom nga heq. Sa i dijet a i djali për që ata u shku. Veq e bashkërtë se këna kujtu. Po, normal. E tash, a ki mendu mja për 3 emri na i nipi ose na i... Po. Se ty ta pas kam për 3? Po, valloj, edhe fetojt e ka për 3 djali, emnin djali ti në ka feta në amin. Dhe me thonë djallit nipit Po, ja pas nipit, keni për 3? po, qashtë, po. E tash, ata kujton sa do pak, unë e di që është dhimbje madhe, po kur të shenë normalisht që nashta e veçan ma shumë prej fëmijëve tjerë. Valloj, unë e masur të dua ta. Drejt. Mos kallëzo ta shkrejt që shtu se ta na... Jo, veç e unë drejt, s'kum rajt dhe se të kur askur... A jo thonë sy? Ja, valloj, që atë kam unë e vendërcy masir, zdi. A gjelozojnë tjertë, kur ti thue du këta mas shumë ti prej fëmijëve? Po zbeli, po nuk... Asish në fort, bëna kje nëhen tjertë, ato nga kam nga të veti, la mund që tu, ato du mas forti. Mas shumë, ti Po, normal. valloj. E tash nëse folim për traditat, a menon që jënë harru së traditat, dasmat jënë konë 3 dit jënë konë dasmat ma heret, po sot a menon që jënë këthy pak ndryshe, po i bojnë traditat që shpo kanë qepë? Ma mira, për dorsma, për dëdo ma mirë. Pse po menon? Se po, atëhere 3 dit, edhe dhe në 5 dit ka ngot, mo... Cila dit jënë konë, cila dit jënë konë dasmës që jënë vequa, ka pos, mdo këtë ka qene ejte, premte, shtune, dile. Qashtë. Edhe e honja ka. Qashtë. Po, edhe tonën ka nej, bijat e keqërtë. Po, a jënë konë... E se do ma mirë. Pse po menon që sot? Pse po menej se qa dorë kja banën se një silë edhe gjithë kush në përshpija dojeta ma mirë sëtë. Po atëherë për shembull janë do gratë një onë, burrat një onë. Qartë. Tash po i bëjnë krejt bashk. Po tash të ma mirë bashkë. Po, e tash për shembull sot po i gjejnë fatin e jetës vet, edhe po kanë damje ma shumë. E në atë kohë s'kan guxu besa me fol. Atëherë që ashtë qurras. Që shkanë da fleku Allah me qurras. Në atë kohë po, jënë konë me mësitni. Qashtë. Me mësitni, a ka pas rast që ka ndodhë që unë da dikush në atë kohë? A po? Jënë konë matrolla, të më Po, matrolla. Atëherë s'ka pas... Ka tunin në juj, a ka ndodhë? Jo, Allah. Jo. E sot çfarë mendimi ki që po ndohen kaq shumë? A menon që liria e madhe që pja u lejojnë fëmijëve po ndodh që me pas ndarje më shumë? Po, shumë, se jo pak po shumë. Atëherë, tash ma mirë konë për do atëherë se sot. Se në atë ku kur ka fol prindi, s'ke guxu me uni. Jo, Allah, ja. E tash? Tash, po flasin tonë. Në atë ku kanë thonë vish një kuletu ku në shpe. Tash, kur ka 2-3 kuleta në shpe, s'ka bere qëtë shpia. Qërë me një Po atëherë,
ma mirë ko për se kanë punu ose një, që aja ka pas kuletën ma i modhe, që ajo vetë për krejt. Që shpja bojna, të këpja bojna, ma mirë konë. E sot gjithë se cili që isen për vetë e ka parën e vetë. Po ma mirë është apet. Apet po thë ma mirë? Valoj po. Po, qashtu të e... Pse asë si lif kuj, asë kur gjanë, ka parën e vetë edhe ma mirë. Po, qashtu. Po thojnë tana jo bereqeti nuk është i njejtë. Valoj për atë. Po, për aty tash nuk i dijet. Qëfar mendimi ki për rinin sot? Nëse e krahasojmë me rinin që u konë kohën tone, a ka ndryshu respekti që u konë atëherë? Po, valoj respekt. A menon që u konë respekt i Atëherë ma shumë ka pas respekt se sot. Mu po më dëu këta nuk e di, veç mu po më dëu. Ajde do më respektojnë tana po, atëherë respekti ko maj madhë. Edhe dashnia ko ma madhë. Se das shkon kona, as djekush, as kërgjë. Sot në festën e Bajramit i mshelin dyrë të shpive. A është në regullë si pas të isët? Jo. Në atë komend zi kam prit edhe fëmija për me... Qartë, po. Sot s'dje kërkush, asë së në qka kërkush, me në qka të naj dhonër të mish. Edhe me gudzon me shku pa i thirë në telefon, se mos nuk i gjenë shpe. Po, në këti gjona të hitë. Po, nuk i gjenë. Edhe për parat kanë ardhë pa lajmru, as kur gjo vich kur i ki po në derë, a i keni pas mërzi. Jo, alloj. Se atër kam bu rrugë të larkët. Po, qartë. Edhe jeni duft me i majt me flajt atë, me bujt që thojnë. Unë kur jem shku të mesht, para një natë, kum bujt atë, se s'ku mujt më këthije. Se larkë. Qashtë. Jo. Edhe kur kuj si ka arë mërzi, besa jo në qu, gratë kanë gatu edhe s'ju ka një zoni. Qartë. Edhe tash kanë ndryshu sajnë, tash jënë bu pak ma ndryshu. Tash ma mirë është. Ma mirë, ma mirë. Por pas respekt, edhe dashnis. Qëfar këshilla i kësha ja pëtiri një sot? Me pas dashni ma shumë, ose respekti me Po, ndryshu? vallaj. Ja, dashni dhe të me pas ma shumë në një veti, po u hup krejt. Vallaj, apa më do këta nuk e di Si veç. dhe mos për pleq të orë ku e pështirë. Lesh si dhe kërkosh mo. Ja, sot nu se dojnë me jetu vetë. Si të ma shrejnë dhe të vallaj, pleq si du. Qashtë. Në atë kos kanë gudzu as me me. Atëhere, në rëshoh. Qashtë. Kanë... Atëhere s'ka mujt me thonë, vallaj, nuk e du këto, ato. Jo. Për shata... Sot vetë për fullin, vetë për dohën. Vetë për lypin privatsi edhe Po, vallaj. Konë fajtor për janë edhe... Qartë. Gjithë. Na ty të falenderojmë për zamërsisht që ti ndave ku me neve, inshallah ti e kish neten, e ti falë zotit të natë mira. Falemderit, ju përshëndes gjithve, falemderit shumë për këtë pjesë morje. Falemderit ty që ti ndave ku për neve. Falemderit shumë.